Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lamtumir tensioni lart. Pijet që duhet të pinë 60 vjeçarët çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Kosi nuk është vetëm një rojtar i zorëve, falë probiotikëve të vlefshëm, por edhe i zemrës të personat me hipertension, pohon një studim i fundit nga Universiteti i Maine në Australinë Jugore. Studimi i Maine MSLS i botuar në International Diary Journal tregoi se konsumi i qumshtit lidhet me vlera të reduktuara të presionit të gjakut. Për këtë arsye, një ndërhyrje potencialisht e fuqishme në trajtimin e hipertensionit, një faktor rreziku në rritje për sëmundjet kardiovaskulare, shkaku kryesor i vdekjeve në botë, si dhe shkaku për sulmet të zemrës dhe diabetit. Ekipi ullëndues shqyrtoi të dhënat e ndërpersonale të 915 të rriturve me një moshë mesatare 62.1 vjeç. Nga studimi i MSLS, 62% të cilëve ishin me hipertensiv me vlera të presionit të gjakut 14/9. Përfundimisht tregoi se konsumi i kosit u shoqëruar me një ulje modeste, por statistikisht të rëndësishme të vlerave të presionit sistolik të gjakut te personat me diabet, efekti që u vure te pjesëmarrësit me vlera normale. Vihet re se gjetjet kanë marrë parasysh edhe faktorët që ndikojnë në rezultatet si mosha, gjinia, niveli arsimor, diabeti, indeksi masës trupore, niveli i kolesterolit të sheqerit në gjak, ushtrimet fizike, variabla të cilat lidhen edhe me ushqyerjen. Studimet e mëparshme nga ekipi MSLS ka gjetur efekte pozitive të dietës mesdhetare në funksionin njohës dhe në presionin më të ulët të gjakut sesa produktet e tjera të qumshtit të njerëzit pa hipertension, të gjendjes dhe sëmundjeve të veshkave. Ekspertët theksojnë se përfshirja e kosit në dietën tuaj, sidomos të personave që vuajnë nga hipertensioni, mund të jetë një stabilizues shumë i mirë i shëndetit tuaj, duke ndikuar kështu pozitivisht edhe në mbrojtjen më të mirë të gjendjes suaj hipertensive. Studiuesit tregojnë se duhet të jeni të kujdesshëm edhe me situata stresuese, të menaxhoni më mirë shëndetin tuaj dhe të evitoni kështu lughatjet e hipertensionit. Ulja e tensionit të lartë të gjakut është çelësi i funksioneve të duhura të imunitetit. Prandaj, në dietën tuaj duhet të përfshini edhe produktet më të pasura me ushqyes, siç mund të jenë për shembull edhe ushqimet që janë hudhra, qepa, frutat e freskëta, lakra, të cilët ndikojnë pozitivisht edhe në mbajtjen më të mirë të hipertensionit. Hipertensioni ose tensioni i lartë i gjakut padyshim është një nga problemet më të mëdha shëndetësore, e cila nëse nuk mbahet nën vëmendjen e një mjeku, mund të krijojë shqetësime të theksuara për trupin e njeriut dhe të nxjisë gjithashtu shqetësime të mëdha imunitare. Tensioni i lartë i gjakut është shkaktari kryesor i sëmundjeve të ndryshme të zemrës. Gjithashtu, kohët e fundit, një numër i madh i njerëzve janë diagnostifikuar me këtë lloj sëmundje. Kjo si shkak i stilit të dobët të jetesës dhe jetës sedentare. Prandaj, paraqitja tek mjeku në këto situata është çelësi. Gjithashtu edhe menaxhimi i duhur i dietës suaj ushqyese do ju ndihmojë ndjeshëm në lehtësimin e problemeve tuaja të hipertensionit. Krahas barnave dhe trajtimeve të tjera që njerëzit përdorin për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë të gjakut, një dietë e pasur kryesisht me ushqime dhe aktivitet fizik është zgjidhja kryesore për të ndihmuar në menaxhimin e niveleve të hipertensionit dhe sjelljen e rezultateve më të mira dhe për ta mbajtur atë konstant. Nëse ju arrini të shmangni disa ushqime të caktuara dhe gjithashtu të konsumoni ushqime të shëndetshme, atëherë nuk do të keni probleme të ndryshme me hipertensionin. Disa nga ushqimet sipas Brejcaj që mund të ndihmojnë në aspektin e hipertensionit janë: fasulet e konservuara duhet të evitohen. Në përgjithësi, ushqimet e konservuara, duke përfshirë edhe fasulet, përmbajnë sasi të lartë të natriumit, i cili është një ndikues negativ i shëndetit tuaj. Për të menaxhuar shëndetin tuaj, konsumoni një dietë mesdhetare, e cila është efektive në parandalimin e shqetësimeve tuaja të hipertensionit, duke sjellë kështu rezultate më të mira. E pasur me ushqime të shëndetshme dhe mbushur me një shije mund të zvogëlojë kështu rrezikun e goditjeve në trup.
Vendosni dritha, fruta, perime dhe peshk në pjatën tuaj të përditshme dhe përmirësoni kështu shëndetin tuaj kardiovaskular. Drithrat janë një zgjidhje e mirë ushqyese për personat që vuajnë nga hipertensioni. Nëse dëshironi të mbani nën kontroll presionin tuaj të gjakut, drithrat janë zgjidhja më e mirë për ju. Krundet, tërshëra, orizikaf, buka me grur integral ofrojnë ushqime që ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe përmirësimin e niveleve të tensionit të gjakut. Frutat gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë e mirë për personat me nivele të larta të hipertensionit. Frutat janë të pasur me antioksidantë dhe fibër, të cilët ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe mbajtjen e shëndetit të fortë kardiovaskular. Portokalli, dardha, molla dhe boronica janë frutat më të mira ushqyese, që u vinë në ndihmë për të mbajtur të ekuilibruar kështu edhe inflamacionin dhe presionin. Perimet janë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë për trupin tuaj. Duke ditur rëndësinë e tyre ushqyese, perimet janë një zgjidhje efektive për mbrojtjen dhe uljen e niveleve të hipertensionit në trup. Perimet janë të pasura me vitamina, minerale, fibra që mbështesin ndjeshëm sistemin tuaj kardiovaskular dhe mbi të gjitha ulin faktorët e rrezikut për hipertension. Përfshini sa më shumë perime në dietën tuaj, të cilat kanë efekte pozitive në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Është e rëndësishme që dietën ta pasuroni me sa më shumë produkte natyrale, duke ditur edhe rëndësinë e tyre ushqyese. Karota, brokoli, lakrat ndihmojnë për një zemër të shëndetshme, çka do të stimulojnë gjithashtu edhe mbajtjen nën kontroll të shqetësimeve tuaja kundër problemeve të hipertensionit. Proteinat gjithashtu duhet të jenë pjesë të dietave tuaja. Përfshini ushqime të pasur me proteinë në dietën tuaj, të tilla si për shembull mishi pa djam, peshku, salmoni dhe sardelet, fasulet, gjithashtu thjerrzat dhe arrat. Këto ushqime do të zvogëlojnë rrezikun e goditjeve në tru dhe ndihmojnë që të keni enë të gjakut sa më të shëndetshme. Është e rëndësishme që në rast se vuani nga hipertensioni, t'i drejtoheni mjekut tuaj për të zgjidhur edhe çështjen tuaj. Hipertensioni mund të jetë një vrasës i eshtur për organizmin. Neglizhenca e tij mund të jetë dëmtimi më i madh i trupit. Ushqimet që përmbajnë magnez dhe kalcium. Ushqimet me magnez dhe kalcium ndihmojnë në kontrollin më të mirë të niveleve tuaja të hipertensionit. Ushqimet që përmbajnë magnez dhe drithrat janë orizi integral, bajamet, gështenjat, fasulet, spinaqe dhe tjera. Ushqimet që përmbajnë kalcium janë kosi, djathi, lakra, brokoli, spinaqi dhe lakrat jeshile. Prandaj, pasurimi i dietës suaj me këto produkte është një zgjidhje shumë e mirë për personat me hipertension. Gjithashtu, selinoja mban nën kontroll kolesterolin dhe stimulon veshkat që të shërbejnë për të luftuar hipertensionin. Selinoja përmban minerale të rëndësishme të tilla si kalium, zink, kalcium, ekur, fosfor, magnez, vitaminën C, B e të tjera. Në mbështetje të trupit duhet të përfshini sa më shumë produkte natyrale, të cilët ju ndihmojnë gjithashtu edhe në menaxhimin efektiv të niveleve të hipertensionit. Për një shëndet më të mirë, personat me hipertension mund të përfshinë edhe peshkun. Peshqit të tillë si salmoni, torofta, toni janë të pasur me acide yndyrore omega 3, të cilët ndihmojnë uljen e tensionit. Salmoni përmban acide që ndihmojnë në elementët ushqimor të trupit, duke parandaluar kështu edhe nivele të larta të hipertensionit, duke sjellë rezultate më të mira në menaxhimin e shqetësimeve tuaja kundër problemeve të hipertensionit. Gjithashtu erëzat ju ndihmojnë për t'i dhënë një shije ushqimit, por jo vetëm kaq. Ndihmojnë gjithashtu në menaxhimin e shqetësimeve tuaja kundër hipertensionit. Përfshini në dietën tuaj rigonin, piperin e zi, borzilokun dhe shafranin e Indis, të cilat janë erëzat më të mira ushqyese për personat që vuajnë nga shqetësimet e hipertensionit. Balancimi i dietës me këto produkte është çelësi një menaxhimi të mirë të hipertensionit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.